Veprimet hetimore të prokurorisë së posaçme që çuan në pranga kryebashkiakun e shkarkuar të Tiranës janë konfirmuar të rregullta dhe pa shkelje procedurale nga gjykata e posaçme e Apelit. Shkalla e dytë e institucionit të ngritur fal reformës në drejtësi rrëzoi një ankimim të Erjon Veliajt që kërkonte pavlefshmëri pasi pretendonte për shkelje procedurale nga SPAK gjatë fazës së hetimeve paraprake. Avokatët e kryebashkiakut të shkarkuar në kërkesë pretendonin se SPAK te i kaloi afatet hetimore dhe se prokurori që kreu hetimet, Olzdado, ishte emëruar në mënyrë të paligjshme. Mes argumenteve për pavlefshmëri, përfaqësuesit ligjor të Veliajt rendisin edhe faktin që kallëzimi është bërë nga një person anonim. Por Apeli pas shqyrtimit të çështjes la në fuqi vendimin e datës 1 shtator të shkallës së parë të gjykatës së posaçme, që po ashtu rrëzoi pretendimet e kryebashkiakut të shkarkuar. Ndërkohë, Veliaj që ndodhet në paraburgim prej 10 shkurtit kur u vu në pranga nga SPAK, ka kundërshtuar në gjykatën kushtetuese vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin nga detyra pas kërkesës së Këshillit Bashkiak të Tiranës. SPAK ka ngritur ndaj Veliajt 13 akuza për vepra penale të ndryshme që lidhen me korrupsionin në 9 raste, pastrimin e parave dhe mosdeklarimin e pasurisë, shpërdorim detyre dhe një përfutje në sendeve të ndaluara në burg. Po kështu për gjykim është dërguar edhe bashkëshortja e tij, Ajola Xoza, si dhe 28 persona e shoqërisë të tjera, pjesë e dosjes Veliaj. Mes sa akuzuarve është edhe ish deputetja Klotilda Bushka, e cila dyshohet për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës gjatë hetimeve për kryebashkiakun e shkarkuar të Tiranës.